Me rastin e 9 janarit, ditës botërore të koreografisë, për herë të parë në Shkup organizuar tryeza me temën Koreografia shqiptare, dje, sot dhe nesër, të organizuar nga ansambli Ilirida Shkup. Koreografi Ilir Loku në hapje të tryezës tha se ky aktivitet organizohet për t'i dhënë vëmendjen e duhur artit të parë të njerëzimit, siç është arti i lëvizjes. Ky panel ka për qëllim të hapë një dialog, të nxjisë reflektime dhe të ndërtojmë ura bashkëpunimi mes koreografëve, vallëtarëve dhe pse jo publiku të gjerë. Çfarë është koreografia? Me pak fjalë, koreografia është arti i lëvizjes të trupit të njeriut, organizimi i hapave i ritmit dhe mënyra për të menduar, për të menduar, për të treguar një histori përmes gjymtyrëve të trupit. Koreografia është bashkimi i lëvizjes, teknikës dhe imagjinatës, emocioneve dhe për të realizuar ky art kërkon një uri, disiplinë dhe mbi gjitha guxim. Trashëgimia jonë kulturore është një pasuri e zakonshme këtë drejtim. Vallet popullore, motivet, ritmet dhe fryma e tyre janë një thesar i pashquar që pasqyron historinë dhe jetën e popullit tonë. Nga shekulli 19 deri në shekullin 20, rreth shekullit të 20, këto forma janë transmetuar gojarisht brenda komuniteteve, duke formuar bazën e koreografisë shqiptare. Pas vitit 1940-50, me themelimin e ansambleve shtetërore dhe amatore, këto valle kanë filluar të organizohen në repertore dhe të dokumentohen, duke dhënë një formë dhe strukturë skenike, pa e humbur origjinën e atyre të motiveve autentike. Pse tema sot, dje, sot dhe nesër? Sot, mendoj që koreografia shqiptare ndodhet një udhkryq. Ajo e ruan lidhje me traditën, por njëkohësisht kërkon hapësirë për të eksperimentuar dhe për të menduar ndryshe, për ta trajtuar ndryshe. Ky panel ka për qëllim të flasë për historinë, zhvillimin, sfidat dhe mundësitë e koreografisë shqiptare, nga rrënje tradicionale deri tek forma më bashkëkohore. Unë bashkë me dy kolegët e mi, në rolin e panelistave, do të mundohemi të ndajmë përvoja dhe perspektivat tona për ta evidentuar potencialin, sfidat dhe drejtimet drejt zhvillimit koreografik shqiptar. Dhe nëse koreografia është gjumë të cilën një popull flet vetëm pa fjalë, atëherë a jemi sot të gatshëm të dëgjojmë, të kuptojmë dhe ta hapim rrugën përpara, duke respektuar të kaluarën dhe duke guxuar të krijojmë diçka të re. Pra le të përdorim këtë hapësirë për të mësuar, diskutuar dhe për ta frymëzuar njëri tjetrin. Ftoj të gjithëve pa dallim që të bashkangjiten në bashkëbisedim për këtë temë të ndihshme sa i përket artit tonë. Koreografi nga Shqipëria, Uesil Alushi, përshëndeti aktivitetin e këtillë në Shkup, duke theksuar se një aktivitet i këtillë i ka munguar koreografisë shqiptare. Kjo iniciativë duhet të ndiqet edhe nga Kosova dhe Shqipëria, theksoi Alushi. Në pamje të parë, koreografia nëpër rrjetet tona sociale kryesisht apo në shfaqje të ndryshme promovohet, respektohet, vlerësohet gjithmonë në mënyrën sipërfaqësore, kryesisht në raportet miqësore që kemi ne me njëri tjetrin, por ka mungesat shumëta, ka problematikat shumëta të analizimit edhe të problematikave që rrjedhin qysh në krijimin e saj deri më sot. E vlerësoj Ilirin, siç e thash, pa diskutim. Shpresoj që të jetë paneli i parë, por jo i fundit, ndoshta jo me ne, me panelistë tjerë, me profesionistë të drejtimeve të tjera apo specifike të artit koreografik, dhe besoj që është shumë e nevojshme, e theksoj që është shumë e nevojshme që të vazhdoj ky rrugtim, të vazhdojnë këto diskutime, të vazhdojnë këto përballje, sepse siç e thash, zakonisht i hasim vetëm kryesisht në rrjetet sociale, edhe kritikat mundohemi t'i japim në format përgjithshme, jo drejt për drejta, dhe është domosdoshme që sot ne të reflektojmë, edhe kthehemi edhe syt pas, shikojmë çfarë kemi lënë mangut, por edhe të shikojmë strategjitë apo idetë tona, qofshin ato minimaliste, individuale, këndvështrimet personale tona për të vazhdimësisë së koreografisë, këtij arti. Siç e tha Iliri, koreografia nisë në Tiranë për arsye të ndryshme politike, jo pse ka nisë në Tiranë. Koreografia, arti, vallëzimi ka ekzistuar në trojët shqiptare, është pasuria më e madhe
kombëtare që kemi, si në Maqedoni flasin për folklorin këtu, për burimin, për trashëgiminë kulturore që mbart kombion në lëvizjen koreografike, por u institucionalizua si art, pra koreografia pas viteve 50, pas formimit të shtetit, të shtetit komunist shqiptar, me studimet edhe me bashkëpunimin kryesisht të Bashkimit Sovjetik të Rusisë, të Moskës, të studentëve që kryen shkollimet atje dhe erdhën pra të koreografëve të parë shqiptarë që u arsimuan në artin koreografik. Në këtë drejtim nuk është përmendur ndoshta ose është anashkolluar pavarësisht vlerave të mëdha që kanë këto koreografë, duke filluar me Panajot Kanaçin, me Agron Alin, me shumë të tjerë, pavarësisht vlerave të mëdha asaj që sollën, ndërtimit të një repertori të jashtëzakonshëm që konkuroi festivalet botërore, që solli lavdi të madhe në artin koreografik shqiptar. Në këndvështrimin tim personal ka pasur edhe mangësi, të cilat do t'i radhisim dal nga dal. Një nga ato mangësi ose një nga ato problematika e cila mungon, ndoshta edhe nga pedagogët tanë ose nga ato që e pasuan më pas brezave të dytë, brezave të tretë që erdhën, është analizimi stilistikës syre. Pra, nëse flasim, po marr një shembull, nëse flasim në regjia studimet i kryen nëpërmjet metodave të koreografëve ndryshëm. Ne nuk e kemi një metodë të Kanaçit, të Zekthit, të këtyre personave, mënyra se si ato e ndërtuan atë linjen e tyre, stilistikën e tyre. Kryesisht është e njohur që Kanaçi dhe shumë tjerë të atij brezi ndërthurën elementet e baletit klasik me atë tradicional, me vallën tradicionale. E çuan vallën në një nivel profesional të lartë, që kërkonte një profesionalizëm në shkollime specifike për të arritur dhe për të interpretuar koreografitë e tyre, por nga ana tjetër nuk theksohet që ka një lloj gërshetimi, pra estetika duhet ishte marrë me këtë drejtim, studentët ka një lloj gërshetimi të stilistikës të tij me një huazim kulturor, pra sepse baleti nuk është shqiptar, është i huazum, është i marrë nga Moska. Nga ana tjetër, kjo kufizoi pjesëmarrjen e cila ndodhi më vonë, pjesëmarrjen e shumë artistëve amatorë, cilët kishin talent të jashtëzakonshëm për të interpretuar vallet e zonave të tyre, për të marrë pjesë pasi do të kryeshe shkollën klasike. Kjo kryesisht u pa pas viteve 90 u bë shumë e ngurtë. Flas këtu kryesisht për ansamblin shtetror, u bë shumë i ngurtë për të marrë përfaqësues garesh, kur në fakt vetë Kanaçi ka shembullin më unik të marrjes së një individi si Recep Çeliku, të mjeshtrit të vallëzimit shqiptar, i cili nuk e kishte kryer shkollën e baletit, por nëpërmjet punës arriti pra të tekalojë edhe ato që kishin kryer shkollën klasike. Siç e thash, ne na mungon analizimi i këtyre figurave, është për mendimin tim e domosdoshme të analizojmë mënyrën se si vepruan për të parë ose për t'i ndjekur, për t'i përqafuar mënyrën e tyre ose për ta kundërshtuar mënyrën e tyre, sepse u krijua një comfort zone e 3-4 figurave të koreografisë, duke mbizotruar gjithmonë dhe duke mbyllur gjithmonë më shumë rrethin. Unë besoj që në art nuk ka mite, nuk ekzistojnë mitet. Në Shqipëri janë krijuar, por është për mendimin tim është e gabuar. Nuk ekzistojnë mitet sepse nuk është më art nëse ne nuk t'i kalojmë jo mitet, por nuk t'i kalojmë edhe vetveten. Çdo proces i joni duhet t'i kalohet, duhet të ketë risi, duhet të ecë me kohën, duhet të formatohet, duhet të t'i kalojmë veten kundrejt gjithë respektit maksimal për kudo dhe për kontributin e kujdo, për të gjithë ato që përfaqësojnë për kombin tonë dhe janë me të vërtet figura të ndritura. Në këtë periudhë krahas, sepse u ndala tek ansambli shtetror, por krahas ansambli shtetror ka pas një zhvillim të jashtëzakonshëm vallja folklorike, ngritja e institucioneve, ansamblet çdo rreth pra funksiononte, shkolloheshin individ që çoheshin dhe të merreshin profesionalisht me grupet amatore për punimi i vallës, nga burimorja për t'i dhënë një qasje skenike tjetër të përpunuar. Ka qenë një zhvillim jashtëzakonshëm i cili humbi pas viteve 90, me rënien e sistemit. Tirana tërhoqi komplet intelektual, pothuajse dhe rrethet mbetën në harresë dhe u dëmtua në këtë drejtim folklori, pasi ishte krijuar një lidhje shumë e ngushtë nëpërmjet festivaleve shumë prestigjioze, siç ka qenë ai i Gjirokastrës, një nga festivalet më të mëdha të promovimit të vlerave të vërteta artistike, jo vetëm të koreografisë.
dhe u shkput kjo lidhje, pasi edhe vetë festivali pati një shkputje të shfaqjes si, duke sjellë një mangësi dhe një problematikë shumë të madhe e cila pasqyrohet sot, deformimin, huazimin, ndryshuan në çështje këto, pastaj në çështje politike ndryshuan në rrethet, ndryshuan në regjonet, u futën, u gërshetuan në bashki, në komuna ndryshme, duke ndryshuar karakteristikat që përfaqësonin deri në atë periudhë. Në këtë periudhë kemi modernizimin, pa anashkaluar edhe baletin klasik, që për fat mirë me ato ndikimet politike, me ato përfaqësimet ideologjike, partijake, për të treguar dhe njeriu e madh, njeriu që luftonte, për të treguar edhe për të vlerësuar vetëm partinë. Sigurisht ne jemi me fat që ja kemi pasur edhe lëvizjen e baletit kombëtar, pra ka ekzistuar edhe baleti kombëtar, kemi vepra kombëtare shumë të rrira të repertorit shqiptar dhe është fat që e kemi. Për dal pastaj tek periudha që erdhi modernizimi. Modernizimi ishte një pjesë e domosdoshme edhe futje rrymave të reja, solli sigurisht lëvizjet pozitive, por njëkohësisht me ato që ndodhen me largimin e shumë artistëve jashtë Shqipërisë, krijohet një boshllëk i madh dhe duhet ndalen prapë ajo, besoj që Iliri e preku te pjesa e kryesisht ajo që ne përfaqësojmë, sidomos tek identiteti kombëtar. Tek identiteti kombëtar kemi pothuajse 30 vite që në Shqipëri humbi logjika që ndoqen këto koreograf, duke u bazuar tek folklori burimor dhe duke përpunuar vallën. Edhe shumë koreograf më vonë nuk e ndoqen këtë linjë, gjithmonë në këndvështrimin tim, por u bazuan tek vallet e përpunuara të Kanaçit, të Zektit e të tjera, duke rikompozuar, më thonë se duke rikompozuar, thjesht duke ndërthurur lëvizjet, duke ndryshuar lëvizjet dhe duke sjell të ashtu quajtur valle të reja, të cilat kanë qenë realisht në raport me ato që ishin në vitet 50-90, kanë qenë shumë të pakta vitet 90 e deri më sot. Pra ka pas një krijimtari shumë të paktë, vepra koreografike të reja shumë pakta, ndërkohë që janë shumë zona të pa ezauruara, të pa hulumtuara dhe të pa përpunuara valle që mund vinë dhe mund të jenë prezente në të ardhmen. Dhe kjo ka sjellë një problematik të madhe, duke humb raporti i marrjes së burimit, i marrjes së asaj origjinales dhe i përpunimit. Dhe këtu ka një problem shumë të madh në raport me shkollat, me institucionet të cilat edukojnë koreografët, shkolla e baletit. Aq më tepër një nga përgjegjësitë besojnë që i mbetet përsëri atyre që e filluan këtë rrugtim, që hapen edhe shkollat dhe kanë meritën më të madhe që hapen degën e koreografisë, Tiranë, shkolla e baletit, por nuk e aplikuan në kurrikulën kombëtare arsimore të përgjithshme. Pra është një problem shumë i madh që në raport me muzikën, artet pamore ishin pjesë e kurrikulave kombëtare të formimit të përgjithshëm të individit, kërcimi nuk ka qenë pjesë e edukimit të përgjithshëm. Pra ishte një mangësi shumë e madhe e këtyre të cilët nuk këmbgulën, nuk e panë si perspektivë të domosdoshme që fëmijët edhe njerëzit edhe pse jo profesionalisht të merrin një kulturë të përgjithshme të kërcimit, ashtu sikurse marrin muzikën edhe artin pamor. Për dal pastaj tek e tashmja, sigurisht këto ndikojnë të gjitha në atë çka bëhet sot. U hapën shumë ansamble amatore, për cilat një pjesë tyre kanë dhënë kontribut në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, por një pjesë e tyre pa diskutim, në një analizë shumë profesionale, kanë deformuar karakterin e zonës që përfaqësojnë. Sepse deri në atë kohë thash, çdo koreograf, çdo përfaqësues merrej me zonën e vet, merrej me ruajtjen e trashëgimisë së zonës vet. Dhe më vonë me hapjen e ansambleve amatore, njerëz të shkolluar, të pashkolluar, individ cilët nuk kishin njohuri, edhe këtu duhet ndalen pak tek interpretimi dhe tek koreografia. Janë dy botë shumë të afërta, po aq edhe të largta. Jo çdo interpretues i vallëzimit mund të jetë koreograf. Pra ka disa metoda, sikurse interpretimi ushqihet nëpërmjet ushtrimeve të përditshme, besoj pjesa më e mirë që merren me profesionin e tij, nëpërmjet teknikës, nëpërmjet ushtrimit të përditshëm fizik. Edhe krijimtaria, përveç se ka një pjesë të lindur, e cila jo gjithkush mund ta bëjë, pra është një proces i cili është spiritual, është i lindur, ushqihet nëpërmjet leximit, nëpërmjet
nëpërmjet artit tjetër, nëpërmjet arteve tjera, pra ka një mënyrë të ushqyerit. Kjo është problematika më e madhe. Ne si komunitet na mungon literatura, na mungojnë metodat, qofshin ato të gabuara, qofshin të sakta. Ne duhet kemi metoda, sikurse përmenda, siç ka regjia Stanislavsin, siç ka muzika që bën Beethoven, Mozart e tjerë. Ne nuk kemi. Dhe drejt për drejt Universiteti i Arteve nuk e ka një metodë të tillë, nuk e ka një literaturë që ne ta ndjekim të gjithë në koreografi, secili ka atë lirinë kreative, por gjithmonë ngatrohet interpretimi me krijimtarinë, duke mos i dhënë ndoshta studentëve hapësirën maksimale për të krijuar, për të kuptuar procesin krijues dhe duke ndikuar drejt për drejti në shitje personale të pedagogut tek studenti dhe ndoshta duke i kufizuar atë mendimin e tij. Mungon mendimi kritik në lidhje me qoftë në hapësirën mediatike, qoftë në pjesëmarrjen e koreografëve në institucionet shkencore, pra është shumë pak, pavarësisht se është një nga artet që ka më shumë shkencë se sa tjerë brenda, mungon në pjesëmarrjen e tyre e koreografëve, mungon në sysonet shkencore, në referencat shkencore, mungojnë botimet shkencore, dhe kjo është një problematikë shumë e madhe, sepse neve na ka larguar nga perceptimi i estetikës si art, por mbetimi akoma të varur drejt asaj dhe konceptimit të shumicës, së masës së popullsisë tek ajo që vallëzimi është arktim. Dhe kjo është shumë problemore. Pra, mbetemi akoma tek ajo që është diçka pa narrativ, diçka e gëzueshme ose pjesa epike, diçka që shpreh trimëri, po kërcimi është shumë më shumë se sa kjo, është gjuha e parë. Flet nëpërmjet gjuhës parë që është gjuha e trupit dhe komunikon në mënyrën më perfekte dhe është ndoshta gjuha më e pamanipulueshme për të shprehur mendimet tona, për të shprehur narrativ, për të shprehur përmbajtje dhe sigurisht për të vendosur vepra të ndryshme artistike, sikurse ndodh me artet e tjera. Ajo që mbetet në pikpyetje është vazhdimësia e kësaj, dhe unë mendoj janë disa këndvështrime personale, po mendoj që shumica bie dakord. Ne duhet kemi një filtrim tjerëzakonshëm të ekzistencës edhe të vazhdimësisë së ansambleve amatore, sepse kryesisht flas për Tiranën. Do të thonë, çdo kush atje mund të hapi një kurs kërcimi, është kthyer në biznes, mund të bëj dhe abuzime të jashtëzakonshme. Për mua është abuzim marrja e krijimtarisë së një koreografi të caktuar apo qoftë edhe ansambli i shtetit, që këtu ka problematika dhe përgjegjësi institucionive që duhet të punojmë shumë për të drejtën e autorit, për ruajtjen e krijimtarisë së individëve të caktuar dhe mos abuzimit me to. Duhet të ketë një filtrim të këtyre, duhet të ketë një filtrim edhe një kontroll. Koreografi nga Kosova, Gëzim Sertollaj, tha se në Kosovë, para themelimit të institucioneve, vallëzimi ka qenë si ritual kolektiv për ahengje të ndryshme, kryesisht familjare, por i ka munguar forma skenike institucionale. Në të kaluar më shumë ishe vallëtarët që kanë teknikë gjatë mirë të prezantimit të punëve tyne, po që janë më shumë të fokusuar thashë te disiplina në skenë dhe te fiziku. Jo se sa shpreh që ajo koreografi fabul ose sa ka një koncept, edhe sa i qëndron çasaj dramaturgjie brenda çatij punimit, qoftë si valle, qoftë si shfaqje koreografike në total. Një problem tjetër që unë e shoh prej vitit 2000, këtu më duhet po më ndry edhe hapjen e degës koreografisë në Universitetin AB, i cili ka vazhduar për 6 vite i lirë, duket, edhe që është nxjerrë një gjenerat e re e koreografëve, por mungesa institucionale nga ana e shtetit, përkatësisht Universitetit të Arteve në Prishtinë, për me shtri dhe për me dhonë mundësi me hap degën e koreografisë ka mungu. Në totalin e individëve që kemi përfundu shkollimin, qoftë në Kosovë, qoftë në Tiranë, nuk besoj që është më shumë se sa 60 në një pullumtim thjesht që kam bo bashkë me profesor në Tiranë,
të gjithë ata që kanë përfunduar në Tiranë, nga Kosova ka qenë numri dikun 28, 27, nuk ka dalë më shumë. Për një Kosovë, e cila e dini sa e dojnë vallën, se sa mirëmi me vallë, sa shoshata kulturore, sa grupe ekzistojnë, po ta mori si numër vetëm 30 persona, 30 koreograf, është numër shumë i vogël. Kjo na ka bo që t'jemi mrapa shumë arteve tjera, degve tjera, këtë rast duke u nisë prej përvojës që kam pasur me punë me teatr, krahas teatrit, jemi shumë pak, jemi shumë pak koreograf, jemi shumë pak valltar, edhe çka është më e rëndësishme, mbështetjen institucionale e kemi minimaliste. Të e pas parasysh sot, edhe prej përvojës time personale, çka neve na mungon, edhe të ky numër sado i pak që jemi, na mungon që ky debat, na mungon një përballje e sinqertë. Në tryeza, në bashkëbisedime, gjithmonë i evidentojnë problemet, po në institucione nuk bartën. Në publik, në mas të madhe, në reagime publike nuk i vrejnë. Gjithmonë është një ikje, një tendencë që mos mu ballafaqu me problematika që e kemi vrejt, e kemi evidentu, qoftë edhe një qasje personale që mundet mu konë, do shta që dikuna nuk i pëlqen, ose nuk do të që mujna me pas për një problematik që e konstatojmë të gjithë, mujna me pas qasje gjithë një. Të e pas parasysh, vallëzimi dhe koreografia është arti gjallë, edhe nuk është i konzervuar si është piktura e filmi, pa dyshim që nuk ruhet, as nuk konzervohet pa pas zhvillim. Cila është zhvillimi? Kolegu e përmendi se ku sot grupe koreograf shumë famshëm edhe shumë sukses shumë në përbot, kanë arrit me ngrit folklorin e tyre përmes metodave, përmes formave, përmes qasjes tyre, te Kosovë e kam vrejt që kjo tendencë është gjenë shumë barikadim si të institucionet, pak institucionet, konkretisht ansambli Shota, se ne nuk kemi institucion tjetër. As ku zhvillohet koreografia, as ku zhvillohet vallëzimi në aspekt institucional, në aspekt profesional. Nuk kemi ansamble as në komuna, kemi gjitha iniciativat dhe gjitha që ato që bojnë në kodër të vullnetit njerëzve privat që e bojnë, ose të shoqatave kulturore artistike, por që në fundit mbeten viçoje që nuk kanë statusin e komunal ose qeveritar që do duhet me pas. Në përvojën time personale, kur njerë kam përvu me hap një debat, një kritik, do shta kisha me qujtë shumë dashamirëse, da janë ansamblit Shota, për mungesën e koreografive të reja, për mungesën e një zhvillimi të ri, edhe aty kam bo krasimi për shambull shumë thjesht me teatrin e Prizrenit, po shkoj te teatri kombëtar, që ka bugjet edhe ka. Teatri i Prizrenit ka një bugjet shumë modest, edhe i cili gjatë një viti kalendarik minimalisht i bën 3 premiera, maksimalisht ka shku 6 premiera. Ansambli Shota për shembull ka pas 3 vjet ose 3 vjet e gjys që nuk ka pas asnjë koreografi të re. Nuk ka qenë tendencë imja me etiketu do të ky ose ai ose ky. Thjesht punim i ri. Një artist, kemi faktin që i kemi edhe këtu, po nuk pat punë të re, po nuk pat risi, ai shndrohet vetëm artist i pagës e kom qytu ne. Artistat nuk e kanë këta. Përderisa koreografia, vallëzimi është arti gjallë, nuk mund është ti me bloku, se na kështu të erujtëm edhe erujmë, kemi volleyball edhe na erujmë të kalunën vetëm shot, nuk erujmë të kalunën të shot. Nuk mund është me erujt një artist, një performus sa do të mirë, nuk erujmë kështot. Nuk erujmë një institucion të nëse nuk e hap. Ndaj qasjes të rej, ndaj koreografëve të ri, pa dyshim unë jam historia sa që me pas shumë filtra, deri sa të arrijet një ponema me dalë në skenë. Të njëjtën gjallë këtu mu me tha edhe për ansamblin shtetëror në Shqipni, nuk e tha ndoshta për një shkup këtu, se kam vrejt që ka pas, gjithsesi në përgjithësi, aty ku vi unë, aty ku jetoj edhe ku veproj, e kam vrejt që është një tendencë. Ti, momenti kur ti e bën një kritik, ose e thu një vrejtje, ti shpallësh që i bën dëm institucionit, ose jo se
ky be bën vallë ndryshe. Cila është ajo vallë ndryshe? Kjo problematik vjen ku në kryet institucioneve, qoftë Ministrisë Kulturës, qoftë drejtorive të kulturës, qoftë ansamblit shtetëror, vendosen njerëz jo adekuat që janë të fushës, ose njerëz që do t'ju i më konë ndoshta menaxhera shumë mirë, por që rreth vetës i mojnë njerëz që janë të fushës, cilës këtë rast konkret, nuk mundesh me gjyku punën e një koreografit këtë rast në aspektin akademik, një njeri që nuk është i fushës. Na artin që e bojmë në fund në gjykon publiku, në eksperiencat e mia, në tendencat e mia për me eksperimentu edhe me pru një qasje të re, e kam por që publikës nëse i ofron një shfaqje që është origjinale, një shfaqje që flet, një valle që flet me gjuhën e trupit, aja publik ka më të ndjek, aja publik ka më të ormas. Ti ndaj pa se publikës i më konë edhe i hapën, qofshin edhe vrejtët, qofshin edhe moskuptimet, qofshin edhe debatet. Në ngesa debatit, vendosja në institucione e ndaj koreografëve të ri një barierë, një barikat totale, na ka sjell neve kohët e fundit, 20 vjet e fundit, ndoshta, që jemi fut me një rreth edhe çka bëhet vetëm kopje. Shohim kopje, përsëritje. Tjetra, pastaj shohim edhe shumë një ligjërat ndoshta që ka dëshirë, momenti kur ti e sposton, kur ti e barikadon, e hup edhe vullnetin, edhe mundësin, edhe gjitha dhe le mu zhduk, edhe le mu shu. Kjo është paka shumë ajo problematika që ka ndodhur në këto vitet e fundit në Kosovë. Na kemi ortu bos përvoja personale me fol edhe me ngritë si shqetësim. Unë kam pas dëshirë që kjo temë, këto debate, këto diskutime me u bo edhe në forma tjera. Kemi rasin konkret për të lidhën prapë të teatri, ku ti vrejnë debate, vrejnë kundërshtime, po aty zhvillohet, ka zhvillim, ka qasje të re, vinë regjisor të ri, ka zhvillim të aktorët. Në koreografi dhe në aspekt vallëzimit, tash total, na e vrejmë vetëm që kthehemi në qatë rrethin vicioz dhe vetëm sillemi pa naj zhvillim, drejtim të ri, edhe që ato tendenca që ka pas, mbytën shumë herët edhe nuk dojnë me përparu. Që që shohune në gjendje momentale dhe që është të shku, këtë kjo që ka unë mundova me thonë në pikat shkurta, kanë ngellë dhe ndoshta nuk është formë dorëzimit, po kanë ngellë të njerëz dhe iniciativa private për me shty zhvillimin koreografik për para. Për me shty që i mendësin edhe që të qasin e rejtë zhvillimit koreografisë dhe vallëzimit me iniciativa private. Cila është iniciativa private, koreografët e ri me gjithë mundësi që me shty edhe mos më undalë. Deri në moment ku ndoshta në kryet e institucioneve na vinë njerëz që janë më objektiv, janë që janë të fushës dhe që janë të hapur si për debat, si për me ndëgju, si për diskutim për një qasje të re dhe një mendësie të re. Edhe Loku, edhe Alushi, edhe Sertollaj ndanë qëndrimin e përbashkët se tryezat të këtilla kushtuar koreografisë duhet të vazhdojnë të organizohen edhe në kryeqendrat shqiptare në Tiranë dhe Prishtinë.